Aktiviteti është titulluar Ndikimi i muraleve në transformimin e qytetit dhe u zhvillua nga studentë të arteve të Universitetit Luigjë Gurakushi në Shkodër në bashkëpunim me Fakultetin e Arteve të Aplikuara të Universitetit të Ferizajt, Kosovë. Dekania e këtij fakulteti, Lebibe Topalli Shabani, solli përvojën e Ferizajt me murale të cilat kanë filluar të aplikohen që në vitet 60 të shekullit të kaluar. Synimi është që edhe në Shkodër të bashkëpunohet në këtë drejtim. Muralet janë shumë të rëndësishme, pasi që janë vepra artistike në hapësira publike dhe përçon një mesazh jo të një individ ose jo të një galeri e mbyllur, por përçon mesazhet tek çdo qytetar kushdo që ka lënë në atë hapësirë. Janë prit mirë dhe kjo ka qenë një shtysë shumë e madhe, një motiv shumë i madh për ekipin e Mural Fest Kosova të vazhdojnë më tutje. Shabani tha se Shkodra është zgjedhur qëllimisht për këtë bashkëpunim pasi ky qytet ka një traditë shumë të pasur në art dhe kulturë. Po Shkodra është djepi i artit dhe i kulturës, edhe ne kemi art këtu për me dhënë, për me marrë nga Shkodra. Unë personalisht kam pa murale të bukura, shumë të vlefshme, sikurse që është modra tone, si murali realizohem këtu në Shkodër. Kemi pas një partneritet të mirë edhe si komunë si Ferizaj, së fundmi edhe si universitet, po edhe si galeri e arteve. Personalisht kam pasur një ekspozit para 4 viteve këtu në Galerinë e Arteve në Shkodër, kështu që është një gënjekzim ta quaj shumë i mirë. Gjatë këtij aktiviteti u bashkëbisedua dhe për përvojat e studentëve të Shkodrës dhe Ferizajt në konceptimin e muraleve, mesazhe që ato përcjellin dhe preferencat e qytetarëve.